Sauna dhe lënia e duanit ja çfarë thon ulumtimet shkencore. Një prej miteve më të përhapura është se vizitat në sauna për 3 ditë rresht mund të ndihmojnë në lënien e duhanit duke djersitur nikotinën. Megjithatë, ky pohim është vetëm pjesërisht i saktë. Sauna mund të ndihmojë trupin të djersitet dhe të stimulojë relaksim, por ajo nuk është një zgjidhje për largimin e nikotinës. Nikotinën trupi e largon natyrshëm pas disa ditësh nga ndalimi i duhanit, pavarësisht nga përdorimi i saunës. Çelësi për të lënë duhanin qëndron me menaxhimin e varësisë dhe simptomave të tërheqjes dhe kjo kërkon strategji të tjera si mbështetje nga grupe, terapitë e sjelljes dhe zëvendësuesit e nikotinës. Sauna mund të ofrojë përfitime duke ndihmuar në përballimin e simptomave fizike dhe emocionale gjatë periudhës së tërheqjes, por ajo nuk është një zgjidhje magjike. Për sukses afatgjatë është e rëndësishme të kombinohen zakonet e shëndetshme dhe metodat e provuara për të lënë duhanin. Përveç saunës është thelbësore që individët të trajtojnë aspekte të tjera të varësisë, si zakonet e përditshme që lidhen me duhanin. Lënia e duhanit shpesh kërkon një qasje të shumëfisht që përfshin ndryshimin e rutinave dhe mendësisë dhe krijimin e mbështetjes nga të tjerët. Grupi mbështetës, terapia e sjelljes dhe përdorimi i zëvendësuesve të nikotinës mund të rrisin mundësinë e suksesit afatgjatë. Duhani është një varësi që kërkon kohë dhe angazhim për të mundur, dhe sauna mund të ndihmojë që ju të ndiheni më mirë në periudhën e tërheqjes, por kompleksiteti i lënies së duanit kërkon një qasje më të gjerë dhe të qëndrueshme.